أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Falëndërimi i takon Allahu xhalla shanuhu, krijuesit të botrave, kurse salavatet dhe selamet tona më të përzemërta i dërgojmë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe familjes së tij. Xhamati i nderuar, sikurse që edhe vetë jeni dëshmitar, sonte nata e tretë e Teravis e Ramazanit dhe gjithësisht edhe gjuzi i tretë. Pra sonte përmbarojmë suratul Bekare në recatin e 8 inshallah, nga recati 9 fillojmë në suratul Ali Imran. Po nuk bën të kalojmë suratul Bekare pa fol për një gjë që është më e madhja në Kur'an, e cila është po në këtë sure në recatin e parë, në të faqen e parë të gjuzit të tretë, Ajetul Kursiya. Ajetul Kursiya është ajeti më i madh në Kur'an. Nëse thuhet cili është ajeti më i madh në Kur'an, është Ajetul Kursiya. Jo nga forma, po nga përmbajtja që ka ky ajet. Ajeti më i madh në Kur'an është suratul Bekare përsëri. Cili është ai ajet? I borxhit. Po ajeti i borxhit, një faqe. Edhe ato do të kënem sonte inshallah. Po unë do të flas për Ajetul Kursi. Transmetohet nga Ubej bin Kabi radiallahu anhu se i dërguari Allahut ka thënë: O Ebu Mundhir, a e di cili ajet nga libri i Allahut që ti e di është më i madh? Ai tha: Allahu dhe i dërguari i tij din më së miri. Sahabët kanë pas këtë epitet. Sahabët kanë pas këtë cilësi. Kur i ka pyet Resulullah a.s. për diçka, ata kanë ditë se ai do të tregon diçka shumë madhështore. Edhe nëse kanë ditë, kanë thënë Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Ai ka thënë, Resulullah ka thënë: Allahu nuk ka të adhuruar tjetër përveç i gjalli i përhershëm. Atëherë ai më goditi lehtë në kratror dhe tha: Të qofti bekuar bijenia o Ebu Mundhir. Do thot, ka thonë Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Pra për shqip. Ka thonë ajeti më i madh Kur'an është ai i cili fillon me Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ky hadith është sahih dhe transmetohet nga Muslimi. 2. Ky ajet është mbrojtje nga ana Allahut gjatë natës. Në një hadith tjetër në lidhje me Ebu Hurajrën, thuhet se Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur të shkosh në shtratin tënd, lexo Ajetul Kursi, sepse do të kesh një mbrojtje nga Allahu dhe shejtani nuk do të afrohet deri në mëngjes. Pra mbrojtje nga Allahu. Allahu do të cakton një mbrojtës për ty dhe shejtani s'mund të afrohet afër teje nëse ke kënduar Ajetul Kursi para se me fjell. Kjo tregon se është mirë të këndohet Ajetul Kursia edhe para xhumit. E treta, madhështia e tretë e këtij ajeti është shkak për hyrje në xhennet. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush e lexon Ajetul Kursi pas çdo namazi, të cilën na e bëjmë, pas çdo namazi fars,
që e kemi tesbih, këndojmë ajetul kursin, apo? Kush e këndon, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kush këndon ajetul kursin pas çdo namazi fars, nuk e pengon nga hyrja në xhenet asgjë tjetër përveç vdekjes. Kjo tregon vlerën e madhe të leximit të ajetul kursis, se sa e ka veçuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa e ka veçuar këtë ajet dhe çfarë madhështie ka ky ajet. Njëkohësisht kemi edhe mesazhe hyjnore, mesazhe teologjike, sa i përket ajetul kursis. Ajetul kursia përfshin tauhidin, njëshmërinë e Allahut. Pra Allahu nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Në këtë sure përmenden shumë emra të Allahut. Si El-Hayy, El-Qayyum. Diturin absolute të Allahut. Ai e di të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Pra është dienia absolute e Allahut xhelle shanuhu, e cila veçohet në këtë sure. Tjetra, sundimi total. Kursia e tij përfshin qiejt dhe tokën. Wasia kursiyuhu samawati wal ard. Qiejt dhe tokën. Wasia kursiyuhu përfshin, kursia e tij përfshin qiejt dhe tokën. Dhe tjetra është mbrojtjen dhe ruajtjen. Ai nuk lodhet duke ruajtur krijesat. Pra këtu Allahu xhelle shanuhu e demanton fjalët e të tjerëve që thojnë hasha wa kella, Allahu është, Zoti është lodh dhe ka pushur. Allahu nuk lodhet. Allahu nuk ka nevojë për pushim. Ai këtë e tregon edhe në këtë ajet. Allahu nuk ka nevojë për pushim. Ai është i palodhshëm, sa ai ka krijuar gjithçka. Edhe kjo demanton, edhe njerë e forcon edhe tauhidin, po edhe të gjitha veçoritë dhe atributet e Allahut për të cilat ai vetë ka treguar për vete. Si përfundim, nasiati të cilën, mesazhin të cilën po duam të përçu sonte. Për këtë është çka janë ato madhështit dhe çka duhet marrë në mend nga ky ajet. Se çka është ky ajet? E para, është ajeti më i madh në Kur'an për nga përmbajtja. E dyta, është mbrojtje gjatë natës. E treta, është shkak për hyrje në xhenet. Përmbledhja e madhështisë së Allahut, e katërta. Pa përmbledhja e madhështisë së Allahut. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Pra, le të bëjmë zakon të lexojmë pas çdo namazi fars. Amanet, ka Rasulullah. Para xhumit, në momentet e frikës apo vështërësisë. Pra, pas çdo namazi fars, para xhumit, në momentet e frikës apo vështërësisë. Por ata që nuk e din përmend, të mësojnë përmend. Se Allahu në Kur'an 5 herë ka përsërit një fjalë në suratul Qamar. Gatrita, ka me interesant, apo? Kush e din cili është ky ajet që Allahu ka përsërit 5 herë në suratul Qamar një ajet? Ka përsërit ajetin, ka thonë
dhe e kena lehtësu për dhikër, për mësim Kuranin, a ka kush për juve që ka do më mësu? Hajde po thot, a ka? A ka kush, apo do më mësu? Unë ta kam lehtësu, 5 herë po thot një të na jetë. Allah na e lehtësot. Mere një obligim, këtë obligim për ja. Me mësu ajet e kursim për menç. Edhe me thunu në gjë namaz fars, një kohësisht është, pse është edhe ajet, këndohet edhe në namaz. Brenda në namaz. Fatiha, ajet e kursi. Fatiha, kul huwallah. Shtireni këton për ditëshmëri. Është ajet i madh. Allahu mbron nga çdo e keqe me këndim të saj. E lusë Allahun që të jemi nga ata, nga të cilët na ka falë. E lusë Allahun xhaleshanu që ky Ramazan të jetë një mjet që na i falë gjitha gjunaat dhe dalim nga kjo si i pastër, si perlë e pastër dhe vazhdojmë jetën në Ramazan. Se Ramazani, si që tha edhe hoxha, çdo vjet e përsërit është një fillim vit i veprave, është vit i ri, nga e cila filloj, nëse kena pas gabime, mëkate e vesekçia, në këtë Ramazan i lejmë, dhe fillojmë me të mirat, po jo ditën e Bajramit me arru. Ditën e Bajramit më këthim tjetër, dhe ja. Çka është si lishan, apo si një farë si ariqi, na janë pranu veprat ajo. Nëse veprat të cilat i bojnë atë mira, për hir të Allahut dihet, edhe me këto vepra vazhdojmë, dijeni që veprat e kaluara janë të pranuara nga Allahu. Po nëse veprat e mira i bojmë dhe kthehemi në këqijat, atëherë ekuacioni u zgjidh, x u zgjedh. Nuk janë pranuara. Si shembull të marrim ajetin për namaz. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi largon nga e keqja dhe nga amoraliteti, apo? Ana është pranuar namazi, jo nuk dina, dina. Dina është pranuar namazi. Nëse ti vazhdon të falësh namaz, po vazhdon me veprat të njëjta të sheki, s'u ka pranuar namazi vlla. Shikoje, korrigjoje ku i ki gabimet. As po merr abdes mirë. A i ki mangët abdesin, a i ki mangët namazin, e ki të mangët dikun diçka, a i ki mangët niyetin. Nëse e ki, ka këto, nëse e ki njonën të mangët, namazis t'u ka pranu. Ama nëse falësh, namazin e falë, po vazhdon me veprat e mira, dita ditës përmirësohesh, iksi u zgjidh, namazi përpranohet. Çka është iksi? Tanha fahsha wal munkar. Namazi është ai numri që shkijet. Matematik, zgjidhet. X i barazi, nëse je largu, t'u ka pranu. Nëse s'je largu, s'tu ka pranu. Pra ti rishikojmë të gjitha ibadetet në nijet. Se Allahu gjitha senet i pranon me nijet. Nëse është nijeti për Allah, a është nijeti për Allah? Për çka po bëj këtë vepër? Për çka po falna? Për çka po shkoj? Për Allah. Ripërthije nijetin. Për Allah. Nëse nuk e ki nijetin e ripërthije, ki mangësira dikun. Wallahi, 5 fizikultur ki bë. Për këtë arsye, e lusë Allahu që Allahu të na i pastroj nijetet i kemi për Allah, e të jemi robër të ti, e cila është epiteti ma i lartë në Islam, nuk është mbret, nuk është drejtor, nuk është kërëzor, është rob i Allah. E lusë Allah që të jemi robër të Allahut pas një qëllim të keq. Edhe shejtani mos na përzjedh mjet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.